Përshëndetje miq, si jeni? Shpresoj të jeni mirë. Atëre kam vendosur të bëj këtë tutorial për t'ju shpjeguar se si mund të krijoni liri, liri absolute, liri kohore, liri vendodhje, liri në çdo aspekt të kuptimit, edhe se si kam arritur unë të ndryshoj totalisht jetën time brenda 2 vjetësh, edhe tashme kam 4 vjet që vazhdoj dhe punoj mbi pasionin e mia. Edhe do doja shumë të ndaja këtë informacion me ju, sepse mendoj se ky informacion është shumë i vlefshëm. Ky informacion i cili më prezantua mua përpara 4 vitesh, ka qenë informacioni i cili ndryshoi totalisht Elenën. Brenda 2 vitesh isha një femër totalisht ndryshe dhe ndoshta nëse unë e kam këtë informacion në dorë, pse mos e shpërndaj dhe pse mos ja jap të tjerëve, dhe pse mos ndryshoj jetën e dikujt tjetër. Atëherë sot kam përgatitur këtë tutorial për ju, për të ndihmuar, edhe për të dhënë ndoshta disa informacione më në detaje dhe të keni një plan se si mund të nisni. Sot do diskutojmë mbi problemin kryesor dhe zgjidhja në këto momente. Do flasim pak rreth meje si krijova unë liri absolute, çfarë është forex dhe kripto, ndjes nuk e kam shkruar të pak mirë, dhe kripto po flisa dhe si mund të fitojmë nga këto tregje dhe gjithashtu se çfarë është network marketing. Për kë është ky informacion? Kjo është për ty nëse dëshiron të lesh punën edhe të nisësh të fitosh online. Kjo është për ty nëse je student dhe dëshiron një ekstra të ardhur. Kjo është për ty nëse je një mami dhe dëshiron të punosh nga shtëpia. Kjo është për ty nëse ke ambicie të arrish një liri shumë të madhe financiare. Çfarë do të thotë të kesh një liri shumë të madhe financiare? Do të thotë të mos e vrasësh mendjen për faturat, të udhëtosh kur të duash, të bësh çfarë të duash, mos jesh në presionin e dikujt tjetër apo në urdhrat e dikujt tjetër. Qëllimi im më i madh është të udhëtoja, unë i adhuroj udhëtime dhe kam dashur të udhëtoj atëherë kur unë dua të udhëtoj, mos jetë nevoja që një herë në vit, një javë të marr leje. Edhe tashmë kjo ëndër dhe ky qëllim është më shumë se realizuar. Edhe këto ishin ato qëllimet e mua, pra unë të mundesha të fitoja në një mënyrë ose në një tjetër në mënyrë online, pra digjitale, të punoja nga laptopi, nga telefoni, pra që ta kam laptop edhe një telefon, edhe wifi, unë mund të bëj lek. Edhe nga di, ky është mburja ime më e madhe. Atëre, problemi kryesor. Stresi financiar, kërcënim serioz për shëndetin e njeriut, problemi financiare shkaktari kryesor i divorceve, stresi financiar më i fortë dhe më i dëmshmi, problem financiare të nënës ndikojnë edhe në trunën e fëmijës. Siç e shikoni, problemi kryesor në ditët e sotme janë parat, janë financat. Nëse ti nuk i ke financat aty ku duhet, nuk je edhe mirë nga ana mendore. Të shkaktojnë shumë probleme, shumë strese, faturat. Paraja është një mjet, nuk po them që paraja të bën të lumtur, por paraja është një mjet i cili të çon ty drejt realizimit të qëllimeve tua, të ëndrave tua. Cila është zgjidhja tashme, miq të mi? Informimi, dhe informimi dhe edukimi mbi financa. Duhet të mësosh se si funksionon bota e financave. Ne në shkolla mësojmë për biologjinë, për matematikën, për letërsinë dhe për çdo lloj lëndë tjetër, dhe nuk na mësojnë gjën më të rëndësishme, e cili është edukimi mbi financat. Ne nuk dimë se si funksionon paraja, ne nuk dimë se si përdor paraja, ne nuk na mëson njëri se si mund të përfitojmë nga taksat ose të përdorim taksat në jetën tonë, nuk i mësojmë këtë gjëra në shkollë. E dyta, duhet të mësosh se si të krijosh shumë llojshmëri të ardhurash. Nuk mund të kesh një të ardhur vetëm nga një burim, nuk mund të kesh vetëm një rrogë. Sepse nëse ke një rrogë, atëherë ti varesh nga ajo rroga. Po të erdhi disa ditë me vonesë, atëherë nuk e kishe planifikuar që mund të vinte rroga disa ditë me vonesë. Duhet të kesh shumë llojshmëri të ardhurash, të marrësh burime të ardhurash nga minimalisht 7 vende. Të jesh një milioner dhe të kesh 7 burime të ardhurash. Duhet të bësh investime të zgjuara. Duhet të mësosh se si funksionon bota e investimeve. Kam dëgjuar një shprehje edhe gjithmonë kam mbetur në mendjen time, e them dhe madje këtu poshtë, që nëse ti punon për paran, do shkëmbesh gjithmonë kohën tënde për paran. Duhet të mësosh paran të punoj për ty. Pra pika 5 është se si të mësosh paran të punoj për ty. Duhet të bësh investime të zgjuara. Investime është që ti fut paran në lojë. Paraja është si ujë.
Nëse e le ujë në një vend, kalbet. Ashtu është dhe paraja, nëse e mban vetëm në bank, atëherë ajo kalbet dhe nuk ka asnjë funksion, dhe inflacioni e ze. Duhet të mësosh ta qarkullosh paranë, ashtu si uji. Duhet të qarkulloj paraja gjatë gjithë kohës, ta mësosh ta përdorësh. Pika 4, duhet të mësosh të përdorësh inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është gjëja më in e momentit, jetojmë në vitin 2025, edhe inteligjenca artificiale është pothuajse kudo në përditshmërinë tonë, edhe pse mos mësosh edhe ta përdorësh atë në benefitin tënd për të sjellë më shumë të ardhura në jetën tënde. Edhe gjithashtu, gjashta, ndiqni një mentor që ka jetën që ti dëshiron të kesh. Kjo është pika më e rëndësishme, e fundit por më e rëndësishme, sepse nëse ti ke një mentor, atëre rruga jote është më e thjeshtë, atëre je i udhëzuar. Nëse ti bën çdo gjë në mënyrë autodidakte, do ta kesh rrugën akoma më të vështirë, do gjesh më shumë pengesa, nuk do kesh support, nuk do kesh një qëllim të caktuar, nuk do kesh trajnim, nuk do kesh motivim, nuk do kesh këshilla, suksesi do jetë më i largët, nuk do kesh udhëzim, coaching, mentorim, është shumë e rëndësishme të kesh një njeri i cili ka jetën që ti dëshiron edhe gjithashtu ta ndjekësh atë. Rich Dad Poor Dad është një nga libra më të famshëm për financa, është #1 seller, edhe e ja rekomandoj çdo kujt që do të mësoj më shumë rreth paras dhe rreth financave dhe i pëlqen paraja, dhe nëse jeni dhe ju si unë që më pëlqen paraja shumë dhe më pëlqen liria financiare, ky është një nga librat, e keni si bonus në këtë trajnim që unë sugjeroj ta lexoni. Edhe gjithashtu një thënie nga Einstein që thotë çmenduri është të bësh të njëjta gjëra gjatë gjithë kohës edhe të presësh rezultate ndryshe. Njerëzit mendojnë që duke bërë të njëjta gjëra do pres të bëjmë i pasur ose të bëjmë më shumë lekë. Jo, duhet të riskosh në jetë, duhet të bësh gjëra të cilat nuk i ke bërë përpara. Nëse nuk riskon, nëse nuk merr iniciativa, nëse nuk guxon, atëherë do kesh të njëjta rezultate. Do kesh po të njëjtat para në llogarinë tënde bankare dhe nuk do ndryshoj asnjëherë kjo gjë. Emigrimi masiv, sidomos i të rinjve, është rikthyer fort pas pandemisë. Shqiptar po largohen duke rrezikuar jetën njësoj si në luftë. Së fundmi kanë kaluar deti nga Franca në Britani me gomone. Do të thënë njerëzit harxojnë kaq shumë para dhe riskojnë kaq shumë për një ëndër. Nëse ti ke shansin të bësh diçka ose ke një ëndër në sirtar, guxo, bëj, ec. Kjo është mundësia jote. Po flasim pak për veten time, do bëj pak pauzë këtë video, sepse dua t'ja tregoj më pas. Kjo jam unë në vitin 2021, punoja në një furbuke. Shisja buk, kjo është dhe vetja që unë dhja të bëja, jetoja në Kanada në asaj kohe, edhe qëllimi im i madh ishte, siç u thash, të kem liri, e kam patur gjithmonë shpirtin e sipërmarrësit brenda vetes time, edhe vazhdimisht kërkoja për më shumë, por nuk dija, kisha ngecur, nuk dija se çfarë të bëja, nuk dija se kujt i drejtohesha, ndërsa gjeta një mundësi online, gjeta një vajzë në moshën time, e cila fliste për këtë gjë dhe thash, e di çfarë, pse mos e provoj, s'kam çfarë të humbas. Unë trok që trok, unë s'kam para, kështu që ideja ishte kjo që unë të riskoja dhe të provoja dhe pse jo, ndoshta edhe më dilte për mirë kjo gjë. Edhe do doja ta dëgjonim pak dhe ta shikonim këtë video së bashku, sepse vërtet është një nga videot e mia që tregon gjithë rrugëtimin tim. Një sekond, ju lutem. I want you, I need you, oh God, don't take me, don't take. Dhe tashme, nga vetëm ky vendim, kam organizuar shumë evente të suksesshme, kam udhëtuar në shumë vende që asnjëherë nuk isha imagjinuar ndonjëherë që mund të udhëtoja, dhe aq më tepër në shumë prej udhëtimesh kanë qenë falas, të gjitha të paguara nga puna ime.
i ka marrë domethënë si bonus. Por ideja është kjo, që njeriu duhet të guxojë, absolutisht që në fillim ti nuk e di nëse ai vendim do të ndryshojë jetën ose do të ndihmojë, por s'ke se çfarë mbet. Në fund të fundit ne kemi ardhur në këtë botë për të mësuar dhe edhe ky duhet të jetë qëllimi jon për të evoluar dhe për të bërë më shumë në jetën tonë. Nëse nuk e kisha ndërmarrë atë vendim, nuk do isha këtu ku jam sot edhe nuk do flisja në këtë video sot. Nuk do kisha mentoruar më shumë se 2000 shqiptar mbar bote për drejt lirisë financiare. Edukimi financiar është shumë i rëndësishëm. Duhet të marrësh vendime të zgjuara financiare, duhet të mësosh të marrësh vendime të zgjuara, prandaj vlen edukimi, menaxhimi i paras, borxhet, kushtimet, edhe investimet dhe arritjet e qëllimeve afatgjata. Kur ti i futesh dhe mëson edukim financiar, do të thotë që ti mëson të investosh, edhe të bësh investime të mira afatgjata, mëson se si të menaxhosh paranë e tua, borxhet ndoshta nëse ke, ose kursimet, bën vendime të zgjuara financiare. Dhe sot do flasim për sa i përket tregje financiare dhe industrisë dhe punës me të cilën jam marrë për gjatë gjithë kësaj kohe, edhe industrisë të cilët mua më ndryshoi jetën totalisht. Ky është një profesion, trading është një profesion, edhe të jesh një trader do thotë që ti tregton tregje financiare, siç është Forex. Çfarë është Forex? Besoj të gjithë e kemi dëgjuar ndoshta si term, ose nëse rase nuk e ke dëgjuar, ti e ke bërë, po nuk e di nëse ti nuk je konshient që e ke bërë apo jo, është shkëmbimi monetar. Shkëmbimi valutor ose thjesht Forex ose FX është procesi i ndryshimit të një monede në një tjetër në më shumë operacione të përditshme që kërkojnë ta bëjmë atë. Këtu kur flasim për Forex, flasim në një mënyrë si të fitojmë para, atë se ai funksionon. Tregu i këmbimit valutor është një treg global ku tregtojnë valutat. Mbi 7 trilion dollar çdo ditë tregtojnë në tregun e Forexit, edhe ne kemi mësuar ta digitalizojmë tërësisht këtë procedurë, pa që nevoja të shkosh dhe të shkëmbesh para në mënyrë fizike, duke thjesht përdorur aplikacione në telefonin tënd, siç është MetaTrader 4 ose MetaTrader 5, i cili është versioni më i updateuar. Ti e shkarkon këtë aplikacion në telefonin tënd, edhe mund të nisësh dhe me një llogari praktike fillimisht dhe të përdorësh. Në këtë aplikacion ti mëson të tregton edhe i nxjerr fitimet e tua në mënyrë digjitale. Jetojmë në botën e digitalizimit, e pranon apo se pranon ti, koha po ecën, po evoluojmë dhe çdo gjë po bëhet në mënyrë digjitale. Gjithashtu, një nga shërbimet që unë ofroj dhe do të ndihmon shumë gjithë skuadrën time, gjithë skuadra e dashuron, është inteligjenca artificiale, skanerat të cilët analizojnë tregun dhe të japin eksaktësisht pikën hyrëse. Për shembull, ky skaner këtu na ka thënë se ne duhet të shesim Bitcoinin. Edhe ka dhënë eksaktësisht hyrjen, entry, stop lossin, maksimumin e humbjes dhe gjithashtu gjitha fitimet. Ka kapur, siç e shikoni, të 5 fitimet dhe në momentin që ka thënë shit, ka shkuar deri këtu poshtë dhe ka patur një shitje të jashtëzakonshme. Në rast se ti merr vesh për sa i përket trading, ose në rast se s'merr vesh, do të thotë që këtu ke fituar, ke bërë shumë para miku im, por thjesht duhet të mësosh se si ti përdorësh këto gjëra. Është okay. Nuk është nevoja që ti të stresohesh, thjesht siç të thash, duhet të ndjekësh këto këshilla paraprake, këto këtu, të cilat janë zgjidhja. Në rast se ti ndjek këto, atëherë do ta kesh shumë të thjeshtë gjithë rrugëtimin tënd. Një nga tregjet e tjera janë kriptomonedat, do të thënë këto janë dy kryesorë, por patjetër që ka tregje të tjera, por do doja të fokusohesha më shumë tek dy kryesoret. Kriptomonedat është e dyta. Çfarë janë kriptomonedat? Janë moneda digjitale në formën të re pagesës, teknologjia blockchain, Bitcoin, Ethereum, Solana, ndoshta dikush prej jush ka dëgjuar Bitcoin. Janë lek, janë para digjitale, para e decentralizuar, nuk përdoret nga ose nuk ndikohet nga shteti ose nga një qeveri e caktuar, por thjesht kriptoja u përdor më shumë për të patur benefit njerëzit edhe klientët normal, siç jemi ne. Kriptot kanë ardhur në jetën tonë si, domethënë, pagesa me fundit e viteve të fundit, edhe si një rësi, shumë milionerë janë krijuar pikërisht nga ky treg, dhe ne mësojmë se si të investojmë mbi kriptot,
mësojmë se si të tregtojmë kriptomonedat, edhe gjithashtu të kemi dhe jo vetëm investime afat shkurtra, por edhe investime afat gjata. Imagjinoni Bitcoini në këto momente ka çmimin $83.000, ndërsa në 2016 ishte $8.000. Do të thënë, do thuash ti, kanë kaluar shumë vjet, po, por informacioni i duhur në momentin e duhur është fuqi, është para, është është çdo gjë, është pushtet. Unë këtë gjë them vazhdimisht. Në rast se ti ke dëshirë të nisësh me kripto, Binance është një nga programet ose një nga websajtet më do të thënë, kam përshtypjen që është më e madhja, jo si wallet, por si exchange. Binance mund të përdoret kudo në botë, ka mbi 266 milion ndjekës edhe përdorues. Mund të hyni, të krijoni llogarinë tuaj, ta verifikoni llogarinë tuaj dhe të më nisni me investime. Sërish do ndalesha sërish tek që duhet të siguroheni se ku i merrin këto informacione. Nuk mund të hysh tani, jo dëgjove Binance sot edhe do hysh, do hapësh një llogari dhe do investosh ku të jetë. Thjesht duhet të kesh informacion dhe duhet ta kesh në një burim të vlefshëm atë informacionin. Gjithashtu një tjetër mënyrë, e cila mua më ka sjell liri totale dhe liri financiare, është përveç tregje financiare, është dhe network marketing. I kam kombinuar këtu industri të plot fuqishme së bashku, edhe më kanë sjell totalisht jetën që unë ndëroj. Çfarë është network marketing? Është një mënyrë që të dalësh jashtë në jetë edhe të plotësosh potencialin tënd maksimal në jetën që ti bën. Network marketing promovojmë shërbime apo produkte nëpërmjet një rrjeti distributorësh duke përdorur reklamimin individual. Në këtë rast, unë e kisha dëgjuar përpara për sa i përket network marketing dhe është biznesi i shekullit të 21, dhe e them me totalisht bindje këtë gjë. Biznesi i shekullit të 21 do të thotë që ti të krijosh të ardhura pasive. Network marketing, ka shumë kompani network marketing, të cilat mund të kenë bazë produktet. Unë personalisht nuk doja të bëja të futesha në një sistem të tillë, sepse të tregtosh produkte është diçka shumë më e vështirë se sa të kesh një produkt digital, le të themi, ose një edukim ose një shërbim digital. Kur ke një shërbim digital, atëre promovon ndeshjet, atë gjë akoma dhe më thjesht se sa po të kesh një bidon me ujë ose një produkt fizik. Duhet të merresh me transportin, duhet të merresh me shitje, duhet të merresh me... Unë nuk doja që njerëzit apo studentët e mi, kur i bashkoheshin këtij biznesi, të ishin të detyruar me patjetër të shisnin një produkt që të bënin para. Unë nuk e doja këtë gjë. Unë doja që një njeri thjesht mos jetë nevoja të bëj network marketing për të bërë para. Thjesht me trading ti mund të mësosh të bësh para edhe je shumë i lumtur. Shumë pak njerëz vendosin ta bëjnë edhe network marketing sepse duan shumë mëshmëri të ardhurave. Ashtu siç edhe unë dësha, dhe ndoshta e kam pasion në komunikimin me njerëzit, apo edhe kanë dhe ambicie shumë të mëdha. Kur ti i futesh në network marketing, patjetër që ka disa benefite, siç është suporti i madh i komunitetit, një çmim shumë i ulët startimi, më pak se $300, fleksibilitet në kohë, e bën kur duash ti, nuk ka kohë të përcaktuar. Të gjitha produktet ose shërbimet janë të kujdesura, pra ti nuk është nevoja të shpikësh rrotën, është shpikur rrota për ty, i ke të gjitha gati, shërbimet i ke gati në rast se ti do të shesësh. Kur ti do të krijosh një biznes, ti je duke vazhdimisht menduar që çfarë do të krijoj unë, çfarë do të shes unë që të krijoj biznesin tim. Këtu e ke biznesin e krijuar, thjesht do të shesësh. Edhe të gjitha trajnimet, eventet, sistemet, organizimet e udhëtimeve janë të kujdesura nga liderat. Çdo gjë është e kujdesur nga liderat, nga ne. Nuk është nevoja që ti angazhohesh këtyre problemeve, le të themi, për të qenë suksesshëm në network marketing. Kush e suporton network marketing? Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki është një nga autorët më të mëdhenj për sa i përket biznesit, autori i librit të shumë shqitur, ku flet për realitetin financiar, babai i pasur, babai i varfër. Network marketing është biznesi i shekullit 21, thot Robert, një model biznesi i cili përmban pritshmëri të madhe për krijimin real të një pasurisë për njerëzit. Donald Trump, patjetër, ne të gjithë e njohim, është pyetur publikisht në televizion kombëtar se çfarë do bënte nëse një ditë do falimentonte. Përgjigjja e tij ka qenë network marketing. Momentalisht ai zotëron kompaninë e tij në network marketing. Bill Gates, nuk është nevoja të flas për Bill Gates, të gjithë e njohim. Nëse do më jepë rasti të nisje nga fillimi, do startoja me network marketing. Bill Gates
krijuesi i Microsoft. Është një mundësi perfekte për njerëzit të cilët nuk kanë burime, por janë të aftë të ndjekin sisteme, edhe Warren Buffett, i cili ka qenë dhe është vazhdon të jetë investitori më i madh i gjitha kohërave. Gjatë jetës së tij ka arritur 3 herë në majet e network marketing dhe tashmë është një nga njerëzit më të pasur në botë. Nëse do i duhet të riniste nga fillimi, do të zgjidhte network marketing. Tashmë ai ka kompaninë e vet të networking. Këtu, modeli i vjetër i biznesit, ti nëse ke një produkt, e merr 100 euro, e çon në distributor lokal plus komisione, plus dyqani, klienti merr 200. Ndërsa tashme, për shembull në Amazon ose Uber ose Airbnb, Amazon nuk ka produkte, Uber nuk ka makina, Airbnb nuk ka shtëpi, janë thjesht ndërmjetësuesi që përfiton, edhe këto janë kompani trilion bilion dollarëshe, do thesha miliard në shqip, edhe thash trilion, bilion dollarëshe. Kompani të cilat të mënda nuk kanë produktet e veta, janë thjesht ndërmjetësuesi. E ngjashme me network marketing, si çdo jesh ti, ndërmjetësuesi midis produktit edhe klientit. Çfarë kërkohet që ti të kesh? Të jesh i jetur, të jesh i gatshëm dhe të jesh i trajnueshëm. Këto janë 3 veçori të cilat ti duhet të kesh për të qenë i suksesshëm. Nëse i ke këto 3 veçori, unë mund të trajnoj dhe të bëj të kesh suksesin që ti dëshiron. Patjetër, duhet të kesh që të treja. Në rast se nuk i ke, në rast se nuk je i gatshëm, në rast se nuk je i jetur, në rast se nuk je i trajnueshëm të bësh ato gjëra që të them unë që duhet të bësh, por jo të bësh sipas kokës tënde, atëherë suksesi është pothuajse garantuar për ty, patjetër që duhet dhe konsistencë. Profesion në vetvete, duhet të jesh i duruar, edhe do të ndihmoj të zhvillosh me veten tënde si një sipërmarrës. Gjithçka që duhet të bësh është të zhvillosh mendësinë tënde për të mësuar aftësitë e reja. Hapat e fundit për të nisur, duhet të vendosësh, duhet të marrësh vendimin të bësh një profesionist, të marrësh një vendimin të mësosh aftësitë, të kërkon kohë, çdo gjë kërkon kohë në jetën tonë. Network marketing nuk është para e shpejt, asgjë nuk ndodh brenda natës, ashtu edhe në trading. Edhe nëse i futesh trading, duhet të kuptosh që çdo gjë kërkon kohë. Edhe e treta, gjithçka ja vlen, mirë kuptoj që në fillim duhet të punosh për të arritur lirinë që dëshiron. Cili është hapi i radhës? Hapi i radhës, nëse dëshiron të ndihmoj të krijosh një plan hap pas hapi, se si mund të arrish të njëjtën gjë ashtu siç e kam arritur edhe unë, kliko linkun poshtë kësaj videoje, që të rezervosh një telefonat me mua dhe më kontakto në Instagram, ndoshta me fjalën telefonat. Instagrami im është Elena Demçe ose Call Her Delena, që të dyja, ose më mirë rezervo një telefonat poshtë një konsult falas. Shpresoj t'ju keni ndihmuar dhe të keni marrë disa hapa për sa i përket ndoshta rrugëtimin tuaj drejt sipërmarrjes, edhe shihemi në anën tjetër. Ju puth!